Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha në një konferencë me gazetarët tha se sfida e vitit që sapo ka nisur janë të jashtëzakonshme, sepse të tilla janë pritshmëritë e qytetarëve dhe ambicjet e qeverisë. Gonxha nënvizoi se në zbatim të programit të qeverisjes Shqipëria 2030 për rritjen e ekosistemit të mikpritjes së promovimit të vendit dhe identitetit ton të mirë menaxhimit të pasurive publike, si bregu ujor, plazhe dhe destinacione turistike, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, mbështetja një kalendari spektakolar e aktivitetesh mes traditës dhe modernës, dhe natyrës dhe itinerarit. Theksi, fokusi është Shqipëria e vizitueshme 365 ditë. Natyrisht qëllimi motoja ka shumë aspekte të cilat pastaj adresohen nga shumë politika, nga shumë faktorë dhe nga shumë projekte të cilat së bashku mund gjenerojnë të suksesi i cili ta bëjë Shqipërinë që mos jetë më një destinacion, dhe nuk është më një destinacion vetëm veror, por të jetë një destinacion i cili është edhe për të vizituar gjatë gjithë ditëve të vitit. Unë nuk fola në veçanti, por një nga projektet për shembull më të rëndësishme të fushës së sportit është poli automotiv dhe i motosportit i automotoparkut të Elbasanit. Pra ky është një nga shembujt më domethënës se si në rast se ne arrim, ne jemi në fazën që kanë nisur punimet, janë realizuar shumë prej punimeve të aksesit infrastrukturor në toksor, mbrojtja lumore, është detajuar projekti dhe jemi në fazën e fillimit të punëve nga ana e automotorizimit shqiptar DPSHTR-ja për një pjesë të objekteve që investohen nga ata. Pjesa tjetër, pastaj pista investohet si pjesë e dytë e projektit që kërkon një financim tjetër. Dhe ne po punojmë që të kemi këtu pra infrastruktura të tilla, të cilat do të gjeneronin një turizëm i cili do të ishte shumë organik, i cili do të ishte në radhë parë një herë i mirë, i mbar ekonomikisht, i leverdishëm për vendin, për komunitetet, i cili i jep një faqe krejt tjetër, për shembull në rastin e fjalë qarkut të Elbasanit, që është 20 minuta nga Tirana me makinë, ku një pjesë e mirë e atyre që ne sapo pam në shifra që janë mbi 1 milion mjete në qarkullim, gjysma e tyre do të shërbehen në strukturat e inspektimit dhe të automotorizimit që do të jetë në automotopark, pra do të thotë që do të ketë një fokus shumë të madh tek shërbimet automotive, ndërkohë Ministri Gonxha tha se për vitin 2025, Shqipëria priti 12.47 milion vizitor, ose një rritje prej 6.6% krahasuar me vitin e mëparshëm dhe kemi nisur punën për digitalizimin e shërbimeve administrative. Mëtej Gonxha theksoi se për të rritur cilësinë e sektorit të turizmit me fokus, do të jetë edhe licencimi i strukturave duke eliminuar evazionin dhe duke monitoruar flukset e turistëve që vizitojnë vendin.